Disa ëndra jetojnë gjatë në shpirt dhe presin momentin e duhur për t'u bërë realitet. Për Mërgim Ademin, ajo ëndër mbante emrin e nënës së tij. Me shumë përkushtim, punë dhe dashuri, ai vendosi ta shndërrojë pasionin për ëmbëlsirat në profesion duke realizuar kështu dëshirën e kahershme të nënës së tij. Biznesi jon ka filluar në vitin 2008 si biznes familjar, ku kam filluar domethënë bashkë me nënën time, prodhimin e ëmbëlsirave, ka qenë si pasion i nënës, prodhimi i ëmbëlsirave. Ka filluar vetëm me ëmbëlsira, arsyeja që ka qenë edhe kërkesë e tregut, pasi në treg ka pas mungesë të produkteve të ëmbëlsirave në atë kohë, në vitin 2008. Kemi filluar bashkërisht si biznes familjar, me kohë jemi rrit, tash ku jemi në vitin e 18 të kompanisë. Ka produkte që kanë shijen e njëjtë, po jo që janë këtu në treg, ato i bojmë prapë vetëm për familjen, për eventet tona, po asnjëherë të mos i neglizhu produktet që janë për treg, të ruajë cilësinë, kualitetin gjithmonë të produkteve. Fillimi ka qenë me 4 artikuj që jemi kanë vetëm për markete. Trend ka qenë është dhe do të jetë, besoj, këto ëmbëlsira tradicionale, ku janë kryesisht me shërbet si llojet e tatija, sheqerpore, baklava, po ashtu edhe tullume. Po në njëjtën kohë si kompani fillojmë domethënë ndjekim edhe trendin botëror, ku pjesa e pastiqerisë, pjesa e tortave është trendi i Evropës kryesisht, që dallon me trendin e ëmbëlsirave tradicionale që janë me shërbet. Kohës fundit, rrjetet sociale kanë fuqinë e vet të tregut, ku ka dhe produkte virale, siç ka qenë çokolada e Dubajit, ku e kemi prodhuar dhe vazhdojmë të prodhojmë prapë çokoladën e Dubajit, është edhe torta e Dubajit, ka dhe artikuj tjerë që ndërlidhen me çokoladën e Dubajit. Kuzhina dhe arti i pastiqerisë kanë evoluar ndjeshëm ndër vite, duke sjellë teknika, shije dhe trende të reja. Vështirësi ka gjithmonë gjatë rrugës, po vështirësitë janë më të lehta tash përkundër fillimit. Për arsye që në fillim ka qenë njohuria më e vogël e produkteve, po ashtu dhe gjetja e produkteve ka qenë më e zëshme në krahasim me ditët e sotshme. Ditët e sotshme është më e thjeshtë, më e lehtë, po e ka bërë vetëm edhe përvoja jonë që kemi në kompani, po ashtu stafi jonë që është i përgatitur për artikujt që i prodhojmë. Pasion ka qenë gjithmonë edhe përgatis dhe llojet ndryshme të tortave, ku i bëj testimet kryesisht i bojna me stafin bashkërisht, trajnime për mjek si mbrana vendit, po ashtu dhe jashtë vendit për përgatitjen e tortave. Her pas here, po, jam e gjej vetëm domethënë në prodhim të ëmbëlsirave. Sipas Mërgimit, tortat e dasmës mbeten krijimet më të veçanta në botën e pastiqerisë, pasi çdo detaj i tyre është unik dhe përshtatet me historinë e çiftit. Rastet dhe eventet kryesore janë dasma, martesat, po ashtu dhe fejesat. Po te dasma është kërkesa më e madhe dhe klientat e dojnë një model pak më të veçantë, për arsye që është nata e tyre e veçantë dhe torta simbolizon natën e tyre të veçantë. Për atë arsye dhe i kushtojnë rëndësi shumë pjesës dekorit tortës dasma. Përgatitjet kanë filluar qysh në fillim, përgatitjet fillojnë për modele të reja të këtij sezoni, se çdo sezon ka modele që i vendosin modele të reja për eventet e ndryshme të dasmave, se kemi bërë dhe dasma kështu më madhështore, në të kaluamën kemi pas të këngëtarëve të njohur që kemi bërë dasmat e tyre, ka qenë njëra prej tyre ka qenë këngëtari Xheko dhe Elitës Bashortës Tina, ka qenë me motiv dhe me mesazh torta e dasmës, krah të Angel-it. Kohës fundit e kemi bërë dhe tortën e çiftit Iliriana dhe Adrit të dasmës së tyre, edhe ka qenë një tortë e veçantë, ka qenë komplet e dizajnuar dhe dekoruar me formë të zemrës. Çka ka qenë bashkëpunimi me fytyra publike, sa kanë qenë detajista, sa kanë qenë kërkues, a kanë qenë klientë me këtu të me realizuar marrëveshje me ta? Marrëveshjet kanë qenë shumë të lehta, bashkëpunimi me tyre, kërkesa ka pas të veçanta, se edhe tortë tregojnë që janë të veçanta, po bashkëpunuesi unë kanë deri në momentin e fundit. Ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë, i lehtë për neve dhe ka dalë në fund finalja ka dalë shumë e bukur, se çiftet ju ndoshëm kënaqur me punën tonë. Angazhimi ka qenë më i madh dhe më i fokusuar tek detajet e tortës, tek dizajni i tortës, po ashtu edhe te shija,
Po kryesisht ka zgjat minimumi 2 javë për secilin tortë që është angazhim total i kompanisë, i stafit për me përgatitur një lloj tip të modelit të tortës. Po rezervimet e tortës darsma kanë filluar qysh në fillim vitit, arsyeja është që duhet të rezervohen më herët se ka angazhim të madh tortja darsmës dhe është dikon për 200-300 persona. Për atë arsye dhe ne fillojmë do të marrim ofrosive shumë më herët për shkak që sezona mos jetë shumë e ngarkuar dhe të përgjigjemi secilit klient. Cila ka qenë kërkesa më e veçantë deri më tani? Ndonjë klient që ka mbetur në mendje edhe e kujton se sa ka qenë. Kërkesë të veçantë përpos këtyre tortave që përmenda domon për VIP nuk është diçka tjetër, po ka pas që kanë pas të klienta domon të tjerë që kanë pas dëshirë të ngjashme me pas tortën me ta, edhe pse na çdo klient e trajtojmë në mënyrë të veçantë. Të pjesa e tortës darsme kryesisht janë maketa, domethënë që nuk është tortë reale, arsyeja pse nuk është tortë reale, ka kosto shumë të mëdha në botë tortë reale, se mund të përgatitet edhe tortë reale ajo pjesë, po për me dalë një çmim më i arsyeshëm dhe më përgatit më lehtë për neve, kemi filluar me maketa. Me maketa kemi filluar qysh vitin 2013, më thonë që jemi një prej të parëve që kemi filluar me përgatitjen e maketave. Ajo varet prej masisë tortës që është dhe modelit tortës. Pjesa tortës ku bëhet prerja e çiftit mund të vendos sipër tortës, mes tortës ose eventualisht dhe në fund tortës. Është tortë ekstra, si zakonisht e vret edhe gjatë prerjes, po asnjëherë të mos e neglizhu cilësinë dhe shijen e klientit që ka bërë porosi. Tutje ai na prezanton me trendet më të fundit në botën e ëmbëlsirave, duke treguar se eleganca, minimalizmi dhe personalizimi janë ndër kërkesat më të mëdha të klientëve. Trendi i fundit, siç e cekë, është kjo tortja gjysmë akullore me metal, është për të marrë me veti take away, me ka edhe paketimin, domethënë është asesoj i menun dhe i rregulluar për me marrë me veti, me konsumu gjatë rrugës. Njëjtat torte, njëjtat shije mund është me gjetë në 3 masi të ndryshme, varet prej klientit çfarë masie është. Çmimet variojnë prej modelit të tortës, varet prej kapacitetit musafirëve që i ka musafirin darsën të ftuar, prej lokacionit ku kena me dërgu tortën, pasi që na e marrim përgjegjësinë komplet, prej që e rregullojmë tortën deri në dorëzimin e fundit të tortës. Na i presim çdo klient, çdo vendi. Na jemi me bazë në Ferizaj, po siç u tregova, transportin dhe shpërndarjen e kemi në tërë Kosovën. Kemi pas raste që kemi pas edhe jashtë Kosovës, edhe tortë darsma, me marrëveshje mund na më ofrua edhe ato. Mesazhi është shumë i mirë, na emri jon tregon që është ëmbëlsia dhe ëmbëlsia, slogani jon është ëmbëlsia për fund. Që çdo sen është në fund te torta që jap kapok çdo eventi të mëjshëm që organizojmë. Për mërgimin, ky zanat është më tepër se një profesion, është një histori familjare, një premtim i mbajtur dhe një mënyrë për të sjellë buzëqeshje në çdo tryezë.